Tani faleminderit që jeni bërë pjesë në këtë problem madhor të fshatit Qina. Dëgjuan protestën tuaj, pan protestën tuaj, se ndryshe nuk do dinim. Kemi besim që këtë problem ju do ta ngrini edhe më lart. Ashtu po, ky fshat është një fshat që ka rrojtur me djers, dembava, gjyshësh, tërgjyshësh, kanë rrojtur me djers, me blegtori, me bujqësi. Nuk kanë shtrirë dorën, që ashtu edhe sot, e kësaj dite, asnjë nga fshatarët nuk vetet të rrinë deri bashkisë të kërkojë lëmosh, ndihmë ose që ashtu. Rron me djers, secili, edhe për këtë jemi krenar që secili rron me djers edhe ta ngrem kapelën lart. Po unë kam një thirrje për gjithë bashkëtarët, vëllezërit e këtij fshati, që të ngrihen sa se zhvon për këtë problem madhor, për pronën, për shtëpitë, sepse po na vinë nga Shkodra, nga janë. Dini ju kush është mbrapa paneleve? Jo, kush është firma? Jo, nuk e di. Nuk është biri i fshatit, se po të ishte biri i fshatit, do t'ja jep në megjithësi. U zukullota se ne në vjetën kishim si përfaqe shumë toke dhe e lam për kullor. Tani ajo është shitura, nuk e di, bashkia uzu, po të pakën mos ziren kullotat të tjera, se s'kemi ku shpijem dhe parin. Se doli si në motë, kjo bura meri copletër, shkruaj 2 reshta, kërkoj tokë me qira këtu, kërkoj tokë me qira atje, se në kush na vjen me kuqe, me maçe, më falë për shprehje. Tani dhamë, çdatë, e rritët çik të ardhurën e asaj të ardhurave të bashkisë, tani do parë dhe çik përparësi për banorët. Unë po të shfaq vizionin tim. Nuk hedh poshtë mendimin tënd, por unë mendoj që e kundërta duhet të ndodhë. Që do të thotë, a ka mundësi sa më shumë kush ka interes, juve, jashtë bashkie, kush të doj, të investoj. Kush ka dalë kjo muhabet? Datë 1 ka dalë. Datë 1? Aty u morë vendim Këshilli Bashkiak. E ka miratu Këshilli? Po. Pra djathtë të majtë e miratuan apo? Jo, të djathtë duke. Jo, të varre. Ka si pyesin djathtë. Kartoni nuk ka. Ka duhesh një gjë që ky problem do mbetet dem baba dem edhe do na shajnë si thon asaj pasarësit tanë, sepse është çdo njeri do rrojë me pronën, me shtëpinë, me atë. Ne kemi për shembull një problem. Domethënë na bjerë një hall të vëmë të kërkojmë një kredi ose një ashtu. Ne nuk marrim dot. Po ti nuk investon dot e toka? Ose të marrim një mik ose një shok ose një ashtu na vit na investoj. Ai çfarë thot? Po më mirë, ti nuk investon dot, pa i tjetri si vjen e investon. Prandaj, të majtë të gjatë të këtij fshati të mblidhen për këtë problem madhor.